Kostumet popullore shqiptare nuk janë thjesht veshje, janë identitet, rrënjë dhe krenari. Artizanët Gjirokastrit thonë se ato mbartin elemente simbolike që tregojnë moshën, statusin social dhe rajonin e prejardhjes, por mungon brezi i ri që të trashëgohet kjo traditë. Po është vazhdimsi e jetës, vazhdimsi e historisë. A ka të rinj që duan ta vazhdojnë këtë traditë? Nuk ka. Kjo është për të ardhur keq. Më shumë se sa është promovuar, unë them se prishet. Ç'duhet duhet të bëjmë ne si artizan? Ne japim kohën tonë në dispozicion të atij që do të mësoj ose asaj që do të mësoj, por në momentin që mungon dhe koha time është koha time. Artizania Eli Zhulati shprehet se prej 3 vitesh në Gjirokastër është hapur edhe kursi i qëndisjes për t'ju mësuar të rinjve këtë traditë që po shuhet dal nga dal. Bashkia Gjirokastër, tani gati bëhen 3 vjet, ka ngritur ose ka çelur kursin e qëndisjes pranë qendrës kulturore të fëmijëve. Ka interes. Tani vajzat vogla po mundohemi që t'ja u bëjmë më shumë si lojë sesa si mësim, që ato të paktën të marrin edukatën e punës së dorës. Ruajtja e kostumit popullor nuk është vetëm ruajtje e një veshjeje, por është ruajtje e gjuhës së gjyshes, e këngës së dasmës, e historisë son, sepse kur veshim kostumin, veshim Shqipërinë.